Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja e vjeljes së qershisë në fshatin Dvoran të Korçës. Fermerët shprehen se këtë vit prodhimi është i bollshëm dhe me cilësi të mirë. Megjithatë, ngren shqetësime për gjetjen e tregut dhe mbi të gjitha për mungesën e fuqisë punëtore. Të na ecë mirë se kemi vojtë gjithmonë. Kemi vojtur edhe për punëtorët, edhe për tregun. Megjithatë, shpresojmë që tregtarët këtu do vinë, se këtu është qersia tani. Ja mbarojnë këto 3-4 ditë në vendet e tjera, edhe këtu është qersia. Këtu duhet fillojë, si për 3 deri në 4 ditë duhet fillojë qersia. Po prodhimin të mirë kemi. Të mirë kemi prodhim. Po i marrim me 500 lekë, ato s'na dalin sapi. Me çmim të ulët po thonë. Me çmim të ulët. Ndërkohë sa i përket. Na i pën kostoja. Ata thonë se çdo sezon punëtorët me eksperiencë largohen drejt shteteve fqinje për punë sezonale, ku pagat janë më të larta. Punëtorët s'ka një, edhe punëtorët s'ka. Po ku i gjeni? Me çfarë punoni? Unë vetëm marr nga ta këtu edhe. Fëmijë si kemi këtu, i kemi në Greqi. Po një punëtor sa kërkon që të vi të punojë? Do 30.000 lekë. Nuk e di tash ku të gjejmë punëtor. Po ikin të rinjt, nuk ka të rinj apo S'ka, kanë ikur larg. Që do ata kanë ikur, se rinë këtu, qarë këtu është Gremin. Po S'marin do të kam një hip në punon hidrolik këtu, edhe aty të shkoj, do bëj. Përballë këtyre vështirësive, fermerët kërkojnë më shumë mbështetje nga shteti, si për garantimin e tregut të shitjes së prodhimit dhe subvencionimin e fuqisë punëtore sezonale. Dvorani është vendi i frutave. Ka prodhimtari mollën, ka kumllën, ka qershinën, ka dardhën. Dëgjoj, që këtu është vendi që prodhohet fruta. Në do të as frut, janë këto aplikimet që janë bërë për mjete pune, për agregate të ndryshme, nuk kanë erdhur akoma. Çfarë është bërë deri tani? Është punuar në mënyrë private nëpërmjet tirëve, janë dyfishuar shpenzimet. Korça ka prodhim të lartë të qershive në nivel kombëtar, për llogaritur në 6.000 tonë në vit, dhe Dvorani është një nga fshatrat më të njohur për këtë kulturë.